mëngjes të dashur miq, mirë se erdhët në Villa 24 në këtë ditë të bukur Krishtlindjeje. Po e nisim këtë transmetim live në villën tonë me urime për të gjithë ju. Qoftë Krishtlindja e bekuar, e paqt, me shumë dashuri, shëndet për ju të dashurit tuaj, për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Gëzuar Kati. Gëzuar e dashur, shëndet, mbarësi në familjen tuaj. Përshëndetje dhe nga ana ime të dashur Anvisa, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur, gëzuar Krishtlindjet, bekuar qofshin në familjet tuaja dhe për gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë dheut, gëzuar dhe gjithmonë hare begati në familjet tuaja. Krishtlindja se që ka një ndjesi, paqeje në vetvete, dashurie, dëshire për të qëndruar të gjithë bashkë, për të shkëmbyer këto mesazhet që ka nisur sigurisht një ditë më parë. Kështu që dreka do të jetë ajo që do t'ju bëj bashkë, me sigurisht shumë nga zonjat janë njësoj si ne tani, në shtëpi, duke bërë përgatitjet e fundit, kështu që edhe ne do t'jemi drejt për së drejti në villën tonë për të festuar edhe uruar bashkë me ju. Kështu që dreka jonë sot, çfarë do t'jetë? Dreka jonë sot, si që shikoni në qendër të vëmendjes këtu kemi baklava, ne kemi filluar që për Krishtlindjet, sigurisht që mbajmë edhe më mbrapa, por ja, ky është baklava jonë që neve përgatitëm këtu në studio, mënyra të prerit dhe të përgatiturit, ne kemi treguar, po për punën e prerjes, shikoni e kemi bërë të veçantë. Nuk kemi bërë tamam fiks atë baklavan me rombe, do me thënë të traditës. Kemi vendosur të yllin në qendër, por e kemi bërë, do me thënë, me ato figurat të Picassos. Kemi bërë një art me baklavan tonë sot. E kemi sjell krejt ndryshe nga ato të tjerat. Yllin në qendër e kemi. Gjithsesi, ky është baklava jonë që ne e përgatitëm këtu në studio dhe siç e shikoni kemi hedhur edhe sherbetin, kemi hedhur, do me thënë, sherbetin një herë, kemi hedhur edhe për së dyti. Dhe siç e shikoni, është një tavë goxha, do me thëmë plot, me 100 pet e kemi neve. Në fund fare, duha të regojmë edhe të serviru, ta shikoni se sa i mirë që na është bërë. Pa tjetër, dhe ndërkohë, nëse doni të shikoni videon, klikoni në Villa 24 ose News 24, e keni të videot e fundit, pra kemi gjelin e detit dhe një ditë më përpara, pra ka qenë pikërisht baklavaja e bërë vetë me pet, nëse doni të shikoni se si e kemi realizuar me pet të hapura, një e nga një, shërbetosin e kemi kryer për ta treguar të përfunduar sot këtu, kështu që jemi bërë si filme serine. Po. E nisim dhe e vazhdojmë rrugës. Ndërkohë do t'u them Arisani, përveç se baklavas, neve këtë kemi si ëmbëlsirë sot, por do të kemi edhe këtë bukë, do me thëmë buka e pashkve, që dhe këtë e kemi përgatitur bukën e Krishtlindjes. Të Krishtlindje më falë ndjes. Që është e vërtet, ngjason. Edhe më buka e Krishtlindjeve është kjo që neve në fund fare do ta coptojmë, do me thënë dhe të tregojmë atë ritualin që bëhet, nuk pritet me thik, po pritet e zonja e shtëpisë e pret dhe duke u dhënë të gjithë nga një pjesë për të marrë, si thuash, mirësi, dashuri, fat. Dhe si pjatë kryesore do të kemi sot një paket me mish qingji dhe mish viçi, juve mund të keni përzgjedhur edhe gjelin e detit, pse jo, por neve sot do të bëjmë këta. Do të kemi 2 sallata, një me sallatë jeshile dhe një sallatë me lakër të bardhë të kuqe speca, shumë gjyshe, do ja tregojmë pak më mbrapa. Dhe tjetër, çfarë do të kemi? Do të kemi edhe një, si thuash, mix djathrash me gjizmë, me kosë, me djathë të bardhë, djathë kaçkavall mix, të cilat i kemi të aromatizuara. Do t'i tregojmë to gjitha në vijim. Filloj në fillim fare sepse unë kam vendosur paketën e mishit në furrë, që duhet më bëhet, me thënë, gjysmë gati. Kështu që do të fillojmë njëherë me përgatitjen, sepse koha këtu fluturon, e dim që shpesh në fund në mbesin receta që i ngusim për t'i sjellë të përfunduara, ndaj pas pak aroma me njëherë filloj. Çfarë i ke bërë këtë mishit e ke? Dhe e kam paketuar, do me thënë, i kam vendosur racionet e mishit, në bazë të pjesëtarëve të familjes, nuk është, kemi nevojë, do me thënë, që ta teprojmë, do të bëjmë aq sa duhet, prapë 10 ditë nesër. Bëjmë? Po. Shiko se sa. Në racione normale, pra në të prerë, si që presim mishi për gjellë, kështu e quajnë zonjat? Si mund të hapim pak këtu? Ja, ta tregojmë ashtu, po. Janë në pjesë të tilla, nuk ka nevojë për më shumë, shikoni dhe lëngjet janë, ato lëngjet do të na bëjnë një salsë shumë të mirë. Shoj që kemi erza aty, ja? Erza, këtu kemi vetëm trums, edhe kam edhe rozmarin. Këto 2 erza kam përdorur këtu, krip, piper dhe asnjë gjë tjetër. I ke mbështjellë në letër kuzhine, me letër alumini i ke vendosur në furrë. Nëse doni mund të shtoni pakës gjarp, pakës vaj, do me thënë, për të nxjerrë këtë lëngun e shishëm, sepse me atë lëngun pastaj sigurisht që e keni për ta serviru. Ndërkohë këtë, si thuash, mish, unë sot do ta servir me patate salat. Nuk do t'i bëj të pjekura në furrë, po do t'i bëj salat, që t'jenë
të lehta, nuk do t'i bëj me majonez, thjesht me një bishta qepe, lëng limoni, me majdanoz, kri piper dhe mix erzash, këto janë domethënë te pjesa e sallatës, sepse kur kemi mishin, nuk duhet të ndërtojmë edhe pjatën shoqëruese. Nuk duhet ta ngarkojmë. E kuptoj. Kështu që këtu, përveç se kemi vendosur mishin, tani ato që do të jenë pak si thuash shoqëruese, do të jenë këto specat, pritit të mbajmë ato 1-2 domate. Speca, domatina të vogla, speca shumë ngjyrësh. Të hedhim edhe këtë djathin një herë. Copza djathi. Djath kaçkavall kemi në këtë rast. Djath kaçkavall, po. Dhe do ta vendosim prapë në furrë, edhe për tani një 30 minutë. Prandaj dhe i bërëm. Okej, shumë mirë. Që do thotë në pjesën e dytë do ta kemi të përfunduar. Do ta kemi të përfunduar, po. Tel pinj hudhër, të cilat i kam larur, edhe i kam kështu siç janë. Po, me gjithë tipon e tyre. Që mos më nxjerrin atë aromën, të nxjerrin aq sa duhet. Dhe në fund fare, ata që kanë dëshirë i konsumojnë se bëjnë shumë të shijshme. Të pjekura, po. Dhe do të shtojmë edhe pak qep. Do ta mbështjellim përsëri tavën? Tani do ta mbështjellim përsëri patjetër dhe do ta vendosim në furrë. Ajo që ngelet, asnjë gjë tjetër. Vaj ndoshta apo nuk do? Pak vaj faktikisht, shiko, e kam mbajtur tu si kam nxjerrë të sallatës. I kam bërë gjërat gati. E pash, po, edhe nuk do t'i presh. Pak vaj do me thënë që të shijohen, edhe pak piper të zi. Nëse do marrë te hua, ja ke aty miksin e erzave, edhe pastaj shtojmë këtu të tjerat në atë tjetrin. Kore. Përveç se e shishme edhe shumë e këndshme. Tava, me ngjyrat e zerzavateve. Edhe prap këtu pak nga kjo trumza, është e lehtë, nuk është trigon, të cilat do t'japin shije edhe perimeve. Shumë e bukur doli. E palosim sërish. Ja, një mënyrë se si mund t'a përgatisni mishin sot, sepse nuk do shumë kohë, pra dhe nëse e keni blerë dhe nuk keni menduar akoma si do t'a gatuani, nuk ka as përbërës që nuk i kemi në shtëpi, se kam përshtypje një speca domate, erzat duhet të jenë, mishin duhet ta keni blerë dhe nëse nuk e keni patur, sepse kemi Krishtlindjen sot edhe festat e tjera në vazhdim, që do të thotë shtëpia, le të themi, ka pak më shumë bollëk. Atëre Anila? Lart? Po. Lart. Faleminderit. Të lutem. Shohim pak recetën tani në ekran ne, me recetën e mishit që sapo përgatitëm, të shohim të gjithë përbërësit që na duan. Mish qengji dhe viçi, 500 gram mish viçi, 500 gram mish qengji, 150 gram djath kaçkavall, 2 speca, 1 qep, 3-4 thel pinj hudhër, 1 domate ose domatina, 1 lug gjalp, 2 lug vaj, krip, piper, trumës dhe rozmarin. Kjo është receta e plot e thjesht për të përgatitur, pra në fillim kemi vendosur copozat e mishit me erza në furrë dhe e nxjerrim nga furra, shtojmë aty djathin, specat, qepët, hudrën, domatet, pakës gjalp, vaj edhe erzat e tjera, i vendosim përsëri në furrë për rreth 30 minuta. Dhe ne do ta kemi gati diku rreth orës 10 pa një çerek për ta nxjerrë nga furra. Kalojmë tek receta tjetër, dhe të shohim çfarë do të përgatisim tjetër sot. Pra Kati na tha që do të bëjmë një mix djathrash, një mesore interesante për ditë normale, por edhe për ditë festive. Ajo që duhet për ta përgatitur është djathi i bardh, mix djathrash, kaçkavall, gjiz, djathi shkrir, specë gokozhare, domate të pjekura, vaj, krip, piper edhe trumëz. Salat me patate të vogla, 1 kg patate, 4 qep të njoma, kopër majdanoz, trumëz, ullinj, domate të pjekura, 1 limon, cipa edhe lëngu i tij, krip, piper dhe vaj ulliri. Pra, për këtë salat, patate duhet të zgjidhni patate të kokra të vogla, vendosur në një tenxhere për të zier, dhe më pas kjo salat është dhe shoqëruese e mishit që ne jemi duke gatuar në të njëjtën krop. Pra, një mënyrë për ta sjellë ndryshe. Këto janë recetat për sot, salat mix, edhe këto e kemi tani Kati, apo e kemi rezervë për kohën se do jemi? Dëgjoj, për sot janë të gjitha, faktikisht neve nëse s'do të harriet kohë, do t'i përgatisim, do themi çfarë ka brenda sallata, se nuk është ndonjë gjë. Çfarë ka brenda sallata? E shohim edhe një herë. Shikojmë, se mu duken shumë dhe prandaj mendova lakër e bardhë, lakër manushaqe, karota speca, selinose, majdanoz, kastraves, turshi, kaparik, krip, piper, vaj ulliri, uthull edhe sheg. Pra le të themi kjo është një orientim se si mund të sillni një sallatë ndryshe, se besoj Kati ka të drejtë, sallata nuk është e domosdoshme të tregojmë që marrim lakrën edhe e grim, apo marrim kastravecin edhe e grim, sepse këto janë gjëra minimale që ju dini t'i bëni shumë mirë. Ndalojmë pak tek recetat edhe tek përbërësit tanë, sepse një prej tyre kishte miksin e djatrave, edhe djatrat janë ato që ne i konsumojmë shumë.
jo vetëm në ditë normale, por për festa kryesisht pjatancat janë gjithmonë të mbushura me lloje të ndryshme djathrash. Ndaj, ndalojmë këtu, sigurisht duke përmendur edhe produkte të tjera që vijnë nga kompania Lufra. Djatin e keni fantastik, ne këtu e kemi provuar shumë herë, të lopës, të deles, djatin kaçkavall shumë të shishëm, kështu që ju propozojmë që pazaret që do të bëni pa diskutim të vazhdojnë të jenë të Lufrës për një jetë plot të mira, që nga qumshti, kosi, njomza, djathi që unë përmenda, kefiri, dhalla, gjalpi pa diskutim, ai shumë i rëndësishëm, edhe pjesë e gatimeve tona, e plot produkte të tjera. Le të vijojmë më tej me të tjerë bashkëpunëtorë tanë të përditshëm në këndin e gatimit në Vila 24, e sigurisht do doja të përmendja kompaninë Atlas me mielin edhe pastat që ne i kemi këtu të përditshme në studio, mielli për çdo përdorim i pa diskutueshëm në çdo familje. Sigurisht që edhe recetat me mielin e misrit janë shumë të shijshme, edhe ne i testojmë her pas here në studio, duke kujtuar që nesër do të bëjmë edhe kulaçin edhe me mielin e grurit edhe me mielin e misrit, kulaçin nga lëngu i gjelit të detit që mund ta mësoni ta bëni edhe ta shijoni njësoj si ne, kështu që bëni pazaret, bleni mielrat e olës dhe nesër gatuajmë së bashku edhe kulaçin. E sigurisht që pastat vazhdojnë të janë shumë të preferuara, të varianteve të ndryshme, ju po i shikoni edhe format, mbetet në preferencën tuaj se çfarë doni të gatuani apo të shijoni, të gjitha janë të shkëlqyera dhe me cilësinë maksimale të miellit të grurit vinë të përgatitura. E më tej, çfarë do doja të përmendja është të veza. Me një cilësi maksimale në të 4 stinën. Veza O Vital vjen super e freskët edhe super cilësore në çdo familje. Ne i kemi të domosdoshme, madje kur na mbarojnë vezët, na ndryshojnë dhe recetat her pas here, aq shumë veza është e rëndësishme në gatime, por edhe për vaktet tona të shpejta, si mëngjesi apo mbrëmja, e di që është një zgjidhje, një omlet apo një kokër vezë zier. Në sallaturina veza jep tjetër shije edhe lezet asaj pjatës së bukur, kështu që dikur madje zonjat i prenin dhe kështu me forma të këndshme dhe i vendosin edhe në për ato mezet e hapjes së tavolinave festive, kështu që mjafton të zgjedhim O Vital dhe kemi sigurisht vlerat e rëndësishme ushqyese dhe cilësinë në gjithçka që ne konsumojmë. E meqense përmenda ato pjatat mesore të tryezës që i japin edhe elementin festiv, ne këtu zgjedhim t'i dekorojmë edhe t'i shijojmë me salçiçe të Vudi. Vudi ka edhe një slogan shumë të këndshëm që unë kam me shumë qejf ta përmend gjithmonë, ku ka aja ka gëzim, e në fakt festa duhet të kenë gëzim, duhet të kenë ushqim të mirë, duhet të kenë shije dhe arsye më shumë për të bërë të gjithë së bashku. Faleminderit e dashur. Faleminderit që më prite. Që dhe po patjetër prita, por sigurisht që unë bëra diçka. Pra, kemi vendosur patate të vogla ose dhe patate të zakonshme. Nëse do kemi patate të mëdha, sigurisht që do t'i pastron nga pjesa e lëkurës. Nëse do t'i kemi të vogla, do t'i bëjmë një larje të mirë dhe do t'i vendosim t'i ziejmë. T'i ziejmë plotësisht, sa do mos na bëjmë fare qullë, t'jenë të ziera. Dhe në momentin që janë zirë, pregatisim këtë salsën që e cila do të bëhet. Fillimisht faktikisht hedhim këto bishtat e qepëve të njoma, edhe pak nga pjesa e bardhë, po më shumë hedhim bishta. Tani këtu kam vaj ulliri. Do të hedhim këto pjesën tjetër të bishtave. Do të shtojmë këtu trumës. Dhe të presim pak nga këto majzat që janë më të i shkon shumë. Në vend të rigonit, hedhim trumës. Trumëza thamë që është, si thuash, ajo shija më delikate, më e lehtë se rigoni, e cila jep një shije shumë të mirë. Këto mix tani erzash, piper të zi, piper të kuq, pak edhe rigon, edhe piper roz, do me thënë që jep shumë shije dhe na i sjell shumë të freskët këtë sallatën, i hedhim të gjitha brenda këto. Të lutem Anil një nga ato limonë, sepse janë të freskët. Kemi dhe një nga këto? Po. Apo e do jeshil? Jo, këtë, të verdhin, sepse dua edhe pjesën e lëkurës. Ka dhe goxha lëng, kjo në fakt. Thala edhe një herë, si do qoftë. Okej. Tani na duhet limoni, pra patate të ziera. Përdor edhe cipë, edhe pjesën e edhe lëngun. Jep një shije të veçantë pjesa e cipës, por edhe lëngu, dhe si që shikoni, nuk do sjell as mustarda, as gjë, do me thonë do ta sjell shumë të lehtë sallatën,
sepse do të kemi mishë dhe nuk i rëndojmë. Duam mishin të shoqërojmë me një, si thua, sallat të lehtë. Esim pjesën e kokra, këto farave, e shtrydhim, hedhim pak limon, sepse as ta thartojmë plotësisht, po të ndihet pak limoni. Mjaftueshëm. Kripën e kemi hedhur më përpara, e trazojmë dhe e hedhim. I trazojmë të gjitha. Dhe kështu kemi një salat të thjesht, të freskët, jo shumë të rënduar. Po, edhe ndryshe. Është një salat që ne mund të përgatisim të ruajmë në frigorifer, apo duhet bërë në moment, ky marinime? Dëgjoj, mund të marinojmë 2-3 orë më përpara, është më mirë faktikisht, sepse aromatizohet, merr aromë dhe shijen e mirë. Pra mund ta bëni që tani, edhe konsumoheni në drekë. Në drekë. Thamë që dhe nëse s'kemi patate të vogla, mund të bëjmë me patate më të mëdha. I coptojmë në... I presim, i pastrojnë ato para se t'i vendosim për të zier. Bëjnë shumë të mira, këto bishtat e qepës, ndërkohë që do shtojmë edhe majdanoz, edhe trumës që kemi hedhur. Nëse doni akoma që ta bëni pak si më festive, mund të shtoni ca kokra shege. Kokra shege. Një shtojmë ne? Me qënë se kemi këtu? Pak, thjesht për të thyrë. Për ngjyrë, le të jemi të ngjyra. Po, sigurisht që edhe atë shijen majoshe që ka shega, kur i kemi edhe kështu majoshe, i jep edhe shije. Pak majdanoz. Edhe është... Gati, shpejtu bë kjo, sa mirë më përshenjë të receta, po tani nuk do t'i vendosim shumë në mundim zonja. Duam që të bëjnë, do me thënë, gjëra të shpejta. Tani me që do edhim shek, se ndryshe mund t'i hidhni edhe pak piper të kuq nëse s'keni këto kokrat e shegës. Po besoj sot të gjitha zonjat kanë. Sa e bukur dole? Është në rregull, ja. Me që s'kemi atë pjatën tani, se pastaj do t'i vendosim të gjitha në pjatë. Okej, tani mos e luaj më Kati? Jo, nuk e luaj, thjesht e vendosa këtu në PC. Që ta shikojnë, do me thënë që të ketë mundësi. Tani mund ta shikoni, se nuk do ta lëvizim më. Ja, kështu një salat e thjesht, po se kur në është bërë me një... Prit, ja. Ja, këtu, jo. Ku e ke? Ja, këtu ishte. Okej. Ja, një qikës të pastrojmë, të shemi, të kemi dhe të... Ka rëm pak salës, s'ka problem. Okej, nuk ka i gjë. Në regull, Okej, në regull. Salata u krye. Tani, ne me kohën besoj, duhet jemi 1-2 minuta. Apo li mos e vendosim fare. 5 minuta, shumë mirë, kemi kohë. Kemi 5 minuta. Në 5 minuta, ne do të fillojmë tani të tregojmë, do të nxjerrë, sepse këtu kam vendosur në frigorifer salatën tjetër me miksin e djatër. Me djatrat. Këtë duash? Do bëjmë dhe me djatra, do bëjmë dhe me lakra, do bëjmë dhe mishin, do bëjmë... Të gjitha do t'i bëjmë. Me salatën, me që kemi qëndruar të salatat, ja. Okej, si të duash. Këto janë pjata shoqëruese. Ne kemi thënë që në fillim dhjetorit që gjithë muaj do t'ishte një muaj festiv, ku ditët caktuara do të mbizotërojnë, le të themi, recetat caktuara. Kështu që sot kemi menduar që cillim salatrat, që bëhen më shpejt, edhe janë të rëndësishme, se po kemi gatuar mishin, qoftë një mish që ju dëshironi, qingji, liçi, apo gjelin e detit, të tjera pastaj janë shoqëruese të... Edhe të rregullojmë edhe sallatën. Edhe sallatën, të gjitha sallatrat sot, unë i kam sjell vetëm me lëng limoni, vaj ulliri. Edhe uthull. Sa e bukur është lakra kuqe. Tu kemi edhe uthull. Pra, e prisni, vendosni, unë i kam hedhur pak uthull brenda, edhe e shijon, e mban të freskët në frigorifer, i keni kështu, dhe në momentin që jeni gati për ta servirur i nxirni nga frigoriferi, që të jenë të freskëta, sidomos salata, do me thënë, kok lakra, e do atë ftosin, dhe kur është e ftot, bën atë krëk, do me thënë, dihet më shumë dhe duket shumë e freskët. Shikoni tani, edhe karota, edhe kjo, ka një freski. Dhe kur e vendosni në tryez, duket shumë e freskët, duket sikur po shijoni diçka të freskët shumë. Dhe kështu duhet të jenë, të freskëta. Okej, pra jo i lani, i prini hol-hol, se do pak durim të prijet lakra në fije të holla, i ruani në përtasa në frigorifer dhe momentin në fundit bëni gati pjatat dhe i nxjerrni në fund, thjesht bëni atë marinimin pastaj. Këtu kam uthullën, tani
Të nxjerrim limon, këto. uthull, vaj, ulliri. Aty çfarë kemi, speca? Apo vetëm speca? Speca. Prit, ta... Pres. Jo, them ti heqim këtu se nuk bën që t'i hedhim direkt atje se kanë lëngje, kupton? Prandaj po e them. E heqim mirë është, ti trazojmë, madje unë do t'i heq dhe do t'i hedh këtu pastaj që t'i trazoj për të hedhur atje lëngjet. Okej. Se shiko dhe kjo ngjyra e mirë. Sa e bukur? E vërtet që e ka bërë më... Edhe uthulla ka bërë të vetën. Shiko si do me thënë i ka dhënë një shkëlqim, këtë nuk do t'na duhet. Tani neve është e mjaftueshme kjo. Okej. Sepse tani do t'a hedh me shtresa. Atë që duhet t'ju them anvisave, juve para se t'a vendosni në pjatancën që do t'a servini, do t'a bëni në një enë tjetër të veçantë, do t'a marinoni dhe pastaj do t'a vendosni. Ne tani do t'a vendosnim kështu direkt. Ju bëni këtë, do me thënë, para se t'a vendosni tek pjatanca që keni ndërmend që ta servirni, marinoni... Mos ta bëni dhe pis, po edhe të kaloj mirë se lakra duhet përzirë pak me duar, që është e vërteta. Po, do pak që të kaloj mirë. Përzirje të mirë. Shikon tani, unë e kam bërë me 2 ngjyra këtu. Po. Kam edhe lakër të bardhë, edhe lakër të kuqe. I shtojmë edhe këto 2 ngjyrat e tjera, të e kam më të kulluar. Po. Pra kemi sërish lakër të bardhë dhe karota të prera në fije të holla. Tani, si pas dëshirës, unë kam vendosur do me thënë edhe këto specat, sepse i shkojnë. Po. Kaparis kam këtu tani. Dëgjoj, e rëndësishme është më mbrapa çfarë t'ju ndodhe në anvisave. Mos t'i vëndon edhe në një turshi që keni në shtëpi, ndonjë turshi domate, ndonjë turshi speci, ndonjë gogozhare, çfarë të keni, do me thënë kështu speca. Mos janë ndryshoj atë ngjyrën, veç se këtu në krye mund të vendosim një të kuqe, themun, për të thyer ngjyrën Anila, po se kam janë që nga të më thënë. E kuqe është e. Hap një çik vonë, kështu do të na ngjaj edhe si një yll mbi pemë. Nuk e di se sa... Shumë bukur ngjan. Këto vatet kanë ngjyrat vetë që e bën pjatën të bukur. Kanë ngjyrat vërtet, nuk është shumë tani. Thjesht neve përgatisim edhe një salcë. Një salcë për ta marinuar nga sipër. Tani, në momentin dhe duhet të edhe tjetra, dhe ne edhe nuk do t'ja hedhim tani salcën faktikisht, sepse dua, kur e hedhim salcën, ato fillojnë dhe lëngëzohen dhe prishin edhe atë strukturën dhe formën këto, nuk kanë këtë freskin që kanë në fillim, sepse salca i zbut edhe nuk kanë këtë freski. Kështu që dhe neve salcën do t'a lëmë në momentin e fundit do t'ja hedhim. Do t'i hedhim uthull, lëng limoni, vaj ulliri, krip piper, asnjë gjë tjetër. I dua këto sallatat të jenë të thjeshta dhe me pak përbërës, dhe me shumë shije. Nuk ka nevojë. Shijet ne do t'i marrim nga mishi i pjekur, nga ato djathra, ato gjëra që neve kemi hedhur brenda, kështu që këto i duam të freskojmë ushqimet dhe ato mishin që neve do të konsumojmë, mos të rëndojmë akoma edhe me salatrat. Këtu nuk do të më pëlqen dhe salata ruse në këtë lloj tryeze që ne do të bëjmë sot. Interesante. Mirë. Kështu që këto dhe do kemi edhe një sallatë jeshile që do sillim më mbrapa. Shtove edhe një. Jo, ajo do t'jetë, është kjo edhe një sallatë jeshile. Dhe një sallatë jeshile, do bëjmë edhe një mix djathrash, do presim mishin të piqet, do nxjerrim edhe fetëzate baklavas nga tava, kemi ende gjëra për të sjellë në pjesën e dytë, rikthehemi pas hapësirës publicitare. Jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë, vazhdojmë të jemi në këndin e gatimit në Vila 24, duke zbukuruar pjatat tona festive të kësaj dreke Krishtlindjeje, duke ndarë së bashku këto momente të bukura të shtrimit të tryezës e sigurisht duke ndarë edhe urimet që marrim edhe japim në këtë ditë të bukur. Kati, çfarë ke bërë tani? Atëherë, shiko, para se ta stolisim akoma dhe ta zbukurojmë, ta sillim akoma më në formë, duhet të themi që kemi si thua mix djathrash të cilat i kam hedhur brenda krip piper sigurisht, por nga këto domate të pjekura, nëse ju ndodhe mund të shtoni, do me thënë për t'i dhënë shije, spec gogozhare, të gjitha bashkë edhe vaj ulliri, i përzjeni të gjitha bashkë dhe i jepni një vendosni të kjo forma, e lëni të qetësohet, dhe e nxirni në momentin që doni që ta servirni. E ktheni kështu përmbys, duke zbukuruar përsëri me këto domatet e pjekura,
ndonjë gjese, majdanosi që kemi vënë edhe neve këtu, ndonjë domatin mund të shtoni, ndonjë spec të freskët, ndonjë spec prap gogozhare. Çfarë do me thënë, ato janë fantazit tuaja, vendosit e bëni si duar. Këtu tani, unë kam përgatitur dhe ca bukë misrit të vogla, të cilat do t'i shoqëroj, sepse shoqërohen shumë mirë me këtë lloj djathit të përgatitur. Mix djathrash që unë kam përdorur, janë ato djathrat aty që neve përgatitim që me gjizë, djathë të bardhë, mund të shtoni pak kos nëse shikoni që është i fort, do me thënë ajo mixi dhe keni nevojë që ta holloni, djathë të shkrirë, pra djathrat që juve ju kanë mbetur, i bëni një mix, duke aromatizuar si pas dëshirës, unë thash që mund të shtoni spec gogozhari, ndonjë domate të pjekur, kripën dhe piperi pa tjetër, pak rigon ose trumës, edhe del diçka shumë e mirë edhe e bukur. Pra kjo ishte, ndërkohë që unë do nxjerr sepse kam dhe në furrë edhe bukët e misrit. Ndërkohë që kemi gati edhe baklava. Të lumshin duart më janë nila sa bukur që e pas të nxjerr. Ja, ku e kene, e kemi bërë në fillim të javës me peta të bëra vetë, ndjes se më pas ka kulluar pak shërbet nga krahu këtej. Ja, ku është. Dhe Shtresa me ara, ashtu si shtam, neve kemi bërë shtresa me ara. Tani këto bukët e misrit, shikoni sa të mira që janë, ja do t'i vendosim këtu në pjatë dhe do t'i shikoni juve më mirë. Si sa mirë shoqërohet me këto bukët e misrit, tani që janë kaq të buta, i prisni dhe ç'të hani me këtë. Edhe sa bukur ja pas ke dhënë formën. I ke bërë tek ato format e kekut. E bëm aty që të ashtu. Tani këtë si do t'alëm? Do t'alëm kështu, apo do t'a kthejmë ndryshe, si duket më mirë? Mua bukur më duket nga të gjitha këndët. Ato i shikon Ani, regjizori duhet flasë. Si e dore Ani kështu? Nuk i shikoj shumë të freskët. Mos e lëviz më tani, sepse është shumë bukur. Ashtu thotë, po. Ja. Shikoni t'i vendosni në fund fare këto që t'jenë të freskë të zbukurimet. Se vyshken edhe nga temperatura e sobës këtu, nga ambienti që kemi të ngrohtë, edhe na vyshken shumë shpejt. Juve do t'i mbani në ujë dhe do t'i vendosni në momentin e fundit. Në fund fare. Tani këtu prapë pak vaj ulliri. Në momentin që do t'a servirni. Tu janë mix djathrash tani. Me bukën e misrit ç'të hani. Kjo është si pjatë e parë. Fillon, do me thënë, pjatë e parë në këtë moment. Me salatën, edhe me miksin e djatrave, sa për të burgëzuar, për të nisur ushqimin, e për të pasuar më tej, me salatën me patate. Bukën e ngrohtë e prisni me këtë djathin kështu, e lyeni edhe me pak nga këto domatet e pjekura dhe të shijoni, do me thënë të filloni pjatën e parë, filloni atë shijimin dhe tani të sillim edhe sallatën tjetër që kemi përgatitur Anila. Dhe në fund fare do nxjerrim edhe... Po, kemi për të bërë edhe salcën e lakrave. Se nuk e kemi. Do ta bëjmë? Po, do ta hedhim në fund. Ajo, dëgjoj, e tham me uthull, vaj, limon. Kaq. Krip piper. Uthull, vaj, limon, krip piper. Okej. Ndërkohë që Kati bëhet gati për më fal Kat, unë lexoj recetat. I shfaqim në ekran. Tani sillim dhe këtë yllin. Okej, po, ja, e shohim edhe. Atëherë, kombinimi që na ke sjellë këtu Kati, çfarë ka? Sallaturin jeshile, do me thënë, mix. Çfarë mund të keni? Mix. Me sallatë jeshile, me rukula, me si thua spinaq, me ndonjë specë, me ndonjë rep. Çfarë të keni? Do me thënë sa më lehtë. Edhe këtu prapë të njëjtën gjë kemi, me uthull, lëng limoni, vaj, krip piper, asnjë gjë tjetër. Do t'ja hedhni në momentin e fundit dhe ne në fund fare do t'i hedhim që të shkëlqejnë sallatat dhe ju t'i shijoni me shumë kënaqësi në familjet tuaja. Tani do ta lë dhe këtu dhe na gjelet thuaj tani. Lexojmë recetat dhe pastaj ne unë do bëjmë gati për të nxjerrë nga fura mishin. Okej, lexojmë recetat në ekran. Çfarë kemi përgatitur sot? Mish qengji dhe viçi, ende nuk e kemi nxjerrë nga furra, ndaj pas pak do ta shihni recetën e përfunduar ku do të bëjmë dhe një rifreskim se si është gatuar, meqense ka kaluar goxha kohë, pra që nga ora 9 e pak kur ne bëm prezantimin e recetës së parë, pjatës së rëndësishme të drekës së sotme. Na duhen 500 gram mish viçi, 500 gram mish qengji, 150 gram djath kaçkavall, 2 speca, 1 qep, 3-4 thelpinj hudhër, 1 domate ose domatina, 1 lug gjalp, 2 lug vaj, krip piper, trumëz dhe rozmarin. Mix djathrash na duhet
djathi bardh, mix djathrash kaçkavall, gjiz, djathi shkrir, spec gogozhare, domate të pjekura, vaj, krip, piper dhe trumëz. Salat me patate të vogla, 1 kilogram patate, 4 qep të njoma, kopër, majdanoz, trumëz, ullinj, domate të pjekura, 1 limon, cipa dhe lëngu i limonit, krip, piper dhe vaj ulliri. Salat mix, lakër e bardh, lakër manushaqe, karota, speca, selinose, majdanoz, kastravec turshi, kapari, krip piper, vaj ulliri, uthull, sheg. Dhe vaj ullirit është pikërisht momenti që po i shton Kati tani. Ishim tek salata me patate, mishin. E shohim pak, ndërkohë Kati na e tham që salatën me patate do ta shoqërojmë me mishin. Edhe sigurisht fillojmë me këto pjatat e para, fillojmë domethënë me bukën e misrit, me këtë mix djathra që ne përgatitëm, edhe me këto domate turshi edhe me specat e këto. E pas ke nxjerrë dhe kapern? Po. Okej, mirë. Tani, shiko, ato janë si pas dëshirës, nuk është se po s'është ajo edhe nuk... Po, me që i kemi... E kupton, nuk është se duhet që me pa tjetër t'i vendosim. Tani, do shmangim të dhe do si në të pjatancën, Anila, sepse... Po, okej, unë do t'a provoj një qik baklavan. Ti do marrësh atë dhe unë do marrë këtë. Sa e rëndësht, po. A ta marrë një pyrun t'a provoj pak baklavan, se nuk pata... Po, sigurisht. Gjatë reklamave, se u morëm me... Ja, tani këtu, në një pjatë. Kati baklavaja, do t'avë të thellë, se mua mu duk shumë e... Shiko, neve, Anila, e thamë gjatë të ditë, që e kishim pak të, si të thuash, të vogël. është bërë e butë, është bërë shumë e mirë, të lumë shinduar. Po, shiko, mua thoj të vërtetë, mos nga bëj qefin tani para anvisave këtu që të thonë që shiko. Mendon se bëtë bëj qefin? Nuk e di. Po, unë mendoj se bëhet e mirë. është bërë shumë e mirë. Shumë e mirë. Okej, se unë po ha një tavë edhe marrë shumë shërbet. Atë që doja të thoj anvisave, nuk e di se në dhe të kemi neve ko, Anila, po këto lëngje tani, i kulloni, edhe i vendosni një qik në një tenxhere, të reduktoni pak lëngje. Të salcën që bëm ti. Shumë e mira është ajo mënyra. Ajo salcë nuk di se që do ju bëjnë, do me thënë. është salca e veçantë, hopsh, se mos... Se shto tani atje, Anila? Se ka mene. Se ka mene në regu. Se mos bëjmë në një gabim, ne, kjo është problemi. Po dhe po bëjmë live jemi ne. Janë të kuptueshma. Vendosni edhe këto pjesë, do me thënë, e shikoni këto, që kemi lënë, do me thënë... Sa i mirë u bo dhe këtë djathi. E po kjo tani është që të hash me qapa, si themi neve. Po pra, si djathi pjekur. Ashtu, djathi pjekur është? Po, djathi pjekur. Djathi pjekur. Po kjo shia e salsës, që doja të regojmë edhe salsën, sepse nuk e kemi nxjerë akoma, është fantastike. Po pra, edhe këtë e ka mësuar nga ty, Kati. Këtë salsën që trashet pak edhe... që mirë bëhe. Shiko tani, salsë djathi. Po pra. Të tani e vë edhe e servir që kënaqesh. Ja, shiko, gjithë kjo lëngje. Tani kemi koleve që ta vënim atje të shohë. 3 minuta ko kemi në fakt. Shiko mua, tani ti, me që kemi 3 minuta ko, unë do bëj këtë salsën, se dua ta tregoj. Do hapësh verën. Do na servirësh verën, se kemi, shiko tani, përveç se kësaj, neve kemi edhe pjesën e bukës. Si themi që si do të tregojmë dhe për bukën. Ky lëngu do të më pëlqente shumë akoma dhe të patatet. Po ashtu i trashur? Po më. Jo, edhe kështu, edhe tani aji ta marrë një lukë të tregojmë. Verën e ka muli. Se po e hapnim gjatë reklamave. Shikoni të dashur anvisa ky lëngu tani. Edhe këtu të patatet i jep shumë shije. Nëse doni, mund t'i shtoni. Por, do të më pëlqente më shumë që ta reduktojmë edhe ta shtojmë tek pjata që neve kemi vendosur. Marri një tjetër ekstra shije. Këtu, çfarë mund të vëm tjetër tek kjo pjesa? Ok,
Okej. Është herët për një verë të fortë, ndaj ne kemi një verë të lehtë tani që vjen më në rozë, ashtu siç duhet hapur. Po këtë bukën me duar do ta presim apo jo? Do t'rregojmë si pritet, se nuk pritet me thik, pritet me dorë. Edhe duhet të t'rregojmë, domethënë. Këto janë domate turshia, mos u shqetësoni, se të thoni që të vëmë gjëra të jo të pjekura. Ku duhet vënë ndonjë tjetër ku që ka më bosh? Që të krijohet. Po tjetër, Anila? Tani ku të duash? Po e shikon syri jot? Tani, kaq. Në rregull jemi. Unë zakonisht to që dalin tepër kur serviri ha. Tani, Nuk kam ku do t'i të vë. vëmë edhe pak rozmarin me që kështu, ose do të vë diçka ti që unë të lëngun. Me thënë të drejtë mua më duket goxha e plotësuar. Po është e plotësuar, mos vëmë asnjë Thjesht gjë. mund t'ja vëmë thjesht për pak dekor, edhe pse është aq e bukur sa pse ta ngarkojmë, po ja. Mos e ngarko pastaj. Pakës këto. Sa për efekt Lëre. kamere. Lëre ashtu. Sa të bukura janë bërë pjatat tona sot, ja dhe njuzin këtu, që ju uron gëzuar Krishtlindje. Edhe, Ja ta heqim dhe këtë lëngun, ta vendosim këtu që të reduktohet. po. Megjithatë, nuk mendoj se do kemi kohë ta presim. Po mirë, nëse e kemi, nëse Por s'kemi, është diçka e kemi bërë edhe herë lëngu më i tjetër. Po, shishëm, lëngun e mishit që mbetet e vendos e është nga kulloj. mishi, nga perimet e këto, e reduktoni, e Dhe ja kulloni me hedhim një kështu. sit dhe ja e hedhim si. Por tani, ne do ta vëmë, po haritëm kohën mirë, po s'arritëm, do ta bëni ju në shtëpi, ne do ta bëjmë këtu më vonë. Tani, le ta bëjmë edhe traditën e ndarjes së bukës, nëse dëshiron kat, nëse po, do ta po. lësh kështu në formë të paprekur, është zgjedhja jote. Si të duash, të bëjmë dhe një gëzuar së bashku dhe kështu të shkojmë drejt mbylljes së pjesës së gatimit. Sa Atëherë bukura janë bërë. Priti shohim një çik të gjitha pjatat tona, sa bukura kemi bërë. Leti marri kështu, do me thënë, Ja. Ua, sa bukur. duke hedhur ngjan. vajun, sepse më duhet që të shtojmë vajin. Shumë bukur. Edhe të shkëlqejnë edhe sallatat, Fantastike. edhe tani e shikon, prandaj ju them që këto do t'i hidhin në momentin e fundit. Ja. Shumë bukur. Shkëlqejnë, edhe këtu pak. Edhe merri ani me radhë të gjitha tani. Të thjeshta, të shpejta. Kati, Të thjeshta, të shpejta, të shishme, të shëndetshme. Bukën nuk do ta presim, do ta pra, presim lëm, pak më lëm, se vonë, më por do pëlqen të tregoj kështu. ja kështu pritet tak dhe pra, jo me thik, se Mos e nuk prish, bën se që ta ngjan shumë presim. bukur aty. Ashtu. Kjo Kemi është e përfunduar, atë që nuk kemi përfunduar akoma, tham për lëngjet që dolën nga pjekja e mishit, Është shumë e qartë, reduktoni besoj, po. edhe hidhni me një sit, sipër mos i hidhni ato, do me thënë që kanë ngelu, me një sit hidhja një lartë edhe çfarë të hani. Kati e gëzuar. Pak shëndet edhe plot të Faleminderit e mira. dashur, kënaqësi që ndajmë këtë emision bashkë, kënaqësi që jemi këtu me një grup të shkëlqyer. Kameramanët tanë, mos i a shumë e emra, sepse ndoshta mund të harojnë ndonjë dhe u ngelet qefi. Regjizori jonë nga mbrapa, që akoma me grimere tona, që kujdesen për ne, gjithë stafi jonë, sepse nuk jemi ne vetëm këtu, kemi një staf i madh, një staf i mrekullueshëm që faktikisht unë i dua shumë, janë moshë më të vegjël se unë, dhe kjo më bën që dhe unë të ndihem, do me thënë, në një moshë baraz me ta, dhe më jep shumë kënaqësi dhe shumë dashuri gjithë kjo gjë. Ju falenderoj, gëzuar juve këtu, gëzuar dhe ju të dashur miq që na ndiqni këto momente nga shtëpia, gëzuar dhe ju të dashur shqiptar që jeni brenda dhe jashtë dheut, ditë të bukura, bekim në familjet tuaja, dashuri, më shumë dashuri dhe më pak ushqim. Kur kemi dashuri, ushqimi është i bollshëm. Gëzuar. Gëzuar, Kati. Shkojmë në publicitet, gëzuar të gjithëve. Ne kthehemi në Villa 24.